Por mas pare duhet mendimin e psikologut. Që psikologu nga anamneza që e merr din pak a shumë çka më kërku pastaj. Që të dihet, po. Zakonisht prindrit edhe nga natyra si prindër mund të më thonë që okej, ta diskutojmë mirë bashkë, provojmë mënyrat e shtëpisë, diskutimi mamin, babin, mbështetja sociale në rregull. Por duhet moment që duhet patjetër që duhet të referohet sepse e ndryshon dinamikën e jetës. Edhe e lehtëson edhe për prindin, sepse përveç fëmin që e lehtëson prej asaj krize po e quaj prap, edhe prindi pastaj është më i lehtësuar. Por kjo ishte për ankthin, në të njëjtën krizë ose problematikë ose shqetësim kalojnë adoleshentët edhe përmes depresionit që është, nuk e di janë ndikon rrjetet sociale, po është shumë i shfaqur. Është vërtet. Ki fëmijë me, më falë që po ndërprej, me kushte të plotësuara në aspekte generale, por që janë shumë të palumtur. Është vërtet. Dhe mendoj që tani për dallim prej ankthit, depresioni